Përshëndetje miq të podcastit tim pa komplekse. Sot kam kënaqësinë që kam një të ftuar shumë të veçantë, një nga zërat më të spikatër të shoqërisë civile shqiptare. Ajo është Delina Fico, e cila njihet për luftën e saj për barazi gjinore, për të drejtat e njerëzit, për dinjitetin njerëzor dhe ka dalë gjithmonë përballë argumentit mbi të drejtën. Delina, jam shumë i kënaqur që e pranove ftesën time, e di që paraqitjet publike ndoshta si ke shumë qejf, po gjithsesi ishte momenti dhe ja, e zura këtë moment dhe jam shumë i kënaqur që je sot këtu me mua. Edhe unë jam me kënaqësi këtu. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit dhe kam përsëritur vazhdimisht aktivitetin tuaj, edhe keni qenë gjithmonë mbrojtëse e të drejtave të njerëzit, nëse kështu mund t'ju quaj, tamam. Po, si është t'jeni mbrojtëse e drejtave të njerëzit? Çfarë nënkupton t'jesh një mbrojtëse e drejtave të njerëzit për ju? Shiko, për mua është një kauzë, janë gjëra në të cilat besoj. Do me thënë, unë besoj se gjithë ne kemi të drejta, duhet të shijojmë, të gëzojmë të drejta të barabarta, edhe unë një pjesë të jetës time ja kam kushtuar mbrojtjes së këtyre të drejtave, është një gjë që më vjen në mënyrë të natyrshme. Po çfarë ju shtyr që të identifikojeni si e tillë, sepse tani mund të themi shumë qartë që ju identifikojeni si aktiviste për drejtat e njerëzit. Shiko, unë e kam thënë herë tjetër kam iden, po që shumë e vogël kam pasur një sens shumë të fortë të drejtës, në kuptimin nuk e kam kuptuar asnjëherë që pse një gjë që i lejohet një njeriu nuk i lejohet një njeriu tjetër. Për shembull, pse një gjë që i lejohet një burri nuk i lejohet një gruaje. Edhe kam thënë gjithmonë që un kam hyrë në këtë lëvizjen për drejtat e grave në fillim, jo duke lexuar tekste feministe, po me një sens të fortë të barazisë, të nevojës për barazi midis njerëzve. Dhe pastaj në fillim të viteve 90 jam angazhuar në disa nga organizatat e para jo qeveritare që filluan të punojnë për edukimin e grave dhe vajzave lidhur me të drejtat e tyre. Ky ka qenë fillimi, po nuk e kam nisur nga teksti. E kam nis nga një ndjesi e brendshme barazie dhe pastaj nga një dëshirë për të parë të drejtat e grave dhe të vajzave të realizuara në realitet, sidomos në fillim të viteve 90 kur bota po përmbysej edhe po ndroi sistemi, me një grup mikeshash tjera ne filluam të shqetësohemi që nuk po flitej ose si thua do të liheshin në arrest të drejtat e grave dhe vajzave, dhe aty lindi shqetësimi për ta mbajtur gjallë bisedën, për të adresuar sfida, kështu ka filluar aktivizmi. Besoj të ke qenë shumë e vështirë në ato vite t'jesh aktiviste. Jo, nuk ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë më shumë një, si thuash, një fushë e populluar nga pak njerëz, sepse njerëzit në fillim të viteve 90 ishin shumë të preokupuar me mbijetesën, me vendin e tyre në një sistem të ri që po krijohej, me shëmbjen e sistemit të kaluar, pati një migracion, një valë migracioni të madh nga Shqipëria drejt vendeve të Europës perëndimore, dhe në këtë rrëmuj të madhe, në këtë përmbysje të madhe, nuk është se ishte e vështirë të flisje për të drejtat e grave, ishte më shumë që nuk kishte vëmendje. Dhe ishim pak gra që në fillim e ngritën zërin për nevojën për të kushtuar vëmendje edhe të drejtave të grave dhe vajzave në gjithë këtë përmbysjen e madhe që po ndodhte. Po, si e shihni ju tani këtë tranzicion, domethënë nga momenti kur ju angazhuat atëherë fillimisht për të drejtat e grave, po dhe për drejtat e njerëzit në përgjithësi, në raport me atë që kemi tani, me rezultatin që kemi tani, si e shihni ju fillimisht Shqipërinë, po edhe nga ajo që keni përcjellë edhe për Kosovën dhe vendet e tjera përreth? Shiko, kanë kaluar 36 vite nga 1990-ta, edhe pa diskutim është bërë një ndryshim rrënjësor, përparim rrënjësor në kuptimin e zgjerimit të hapësirës
edhe ligjore, po edhe praktike për të drejtat e grave dhe vajzave dhe për drejtat e njeriut në përgjithësi. Do me thënë, për të mbetur tek të drejtat e grave dhe vajzave, ne kemi sot për shembull një kuadër ligjor shumë të plot që siguron barazin në mundësi, në fushën politike, ekonomike, mbrojtjen e të drejtave të grave, si për shumë mbrojtjen kundër dhunës me bazë gjinore. Në realitet, praktika është më e komplikuar. Me ligjet jemi në rregull përgjithsisht. Po praktika është më e komplikuar. Do me thënë, e kam thënë dhe herë tjetër që përpara 1990-s të ishe grua dhe vajzë, ishte një komunitet, si thuash, ose një profil më i homogenizuar. Mbas 1990-s, me ndryshimet e mëdha transformuese politike, ekonomike, shoqërore, grupe të ndryshme grash, jeta ju ndryshoi me shpejtësi të ndryshme. Dhe dolën në pa probleme që më përpara ishin aty, po nuk flitej për to. Për shembull, dhe sot e kësaj dite pa diskutim që kemi gra dhe vajza që vazhdojnë të arsimohen në një masë të madhe, kemi gra dhe vajza në vendimarrje, në politik, por edhe në sektorin privat, megjithëse në sektorin privat jo dhe aq shumë sa që kemi në sektorin publik, kemi gra dhe vajza që merren me biznes, është përmirësuar përgjithsisht gjendja ekonomiko-shoqërore, por kemi akoma sfida të mëdha. Kemi një luftë akoma shumë të madhe për ta eliminuar dhunën me bazë gjinore, të gjitha formave. Kemi gra ende që jetojnë në varfëri. Kemi ende një pabarazi në pag midis burrave dhe grave. Kemi ende sektor ku gratë hasin pengesa në ecjen e tyre përpara në karrierë. Kemi një problem të ndërlikuar me projektimin e imazhit të gruas në media, përmes mediave, qoftë mediat tradicionale dhe veçanërisht në mediat sociale, ku ka një urrejtje edhe një shprehje edhe një diskriminim të grave, të mos të grave që janë në politikë ose të grave që janë në jetë publike, artiste, gazetare, me të cilën ende kemi shumë gjëra për të përballuar. Kështu që kemi ende probleme të mëdha dhe pastaj kemi dhe një sfidë shumë të madhe, një luftë që vazhdon, që është lufta për të drejtën e personave LGBTI, të cilët ende diskriminohen në të gjitha nivelet. I përmendet gratë në pozita vendimmarrëse. Mirë, po duke parë një lloj gjuhë urrejtje, sidomos në rrjetet sociale, në media online, shohim që vazhdimisht sulmohen gratë që janë në pozita vendimmarrëse. Po sa mund të ndikojë kjo në mbrapsjen e këtyre grave nga këto pozita vendimmarrëse, ose edhe nga në përgjithësi për gratë që të futen në pozita vendimmarrëse, që të marrin përgjegjësi të tilla, sa mund të ndikojë kjo në mbrapsjen e këtyre grave? Shiko, pa diskutim që ndikon, se ti kur bëhesh objekt sulmi, mund të mërzitesh, mund të tërhiqesh, mund të autocensurohesh, kështu që problemi i dhunës, ajo që quhet dhuna e ndihmuar nga teknologjia, dhuna me bazë gjinore e ndihmuar nga teknologjia, është një problem, një sfidë e madhe për të drejtat e grave dhe të vajzave. Nuk janë vetëm gratë dhe vajzat që sulmohen në media sociale, po tani po flasim për gratë dhe vajzat, sepse ato shumë shpesh burrat sulmohen për shkak të pozicionit që kanë. Gratë sulmohen për shkak të pozicionit që kanë, plus pse janë gra. E kjo është më e rënda. Do me thënë, ai qëndrimi patriarkal i cili e shef gruan si një qytetare të dorës së dytë, e cila duhet gjithmonë të shërbej burrit ose një hierarkie të vendosur nga burrat, është shumë e shprehur në mediat sociale dhe pa diskutim që kjo ka pasoja mbi gratë të cilat angazhohen në jetë publike, qoftë në politikë, në media, në arte, në sporte, në kulturë. Edhe është, si thua, një fushë e madhe dhe një terren i ri i përpjekjeve për ta eliminuar dhunën me bazë gjinore.
I përmendëm edhe ligjet, dhe sidomos një gjë e rëndësishme përmend shumë nga ju, zonja Derina, mbi gjitha është ky hendeku mes zbatueshmërisë së ligjeve dhe ligjeve të mira. Unë madje kam bërë edhe tezën e masterit në Varshavë, në Kolegjin e Evropës, pikërisht për këtë tezë, për këtë temë në lidhje me ligjet mbi barazinë gjinore, ku problemi më i madh është zbatueshmëria, që këto ligje nuk zbatojnë, edhe pse ligjet mund të jenë më të mira edhe se vendet e Evropës lindore të azëm ose Evropës qendrore, si Polonia, Hungaria, po një debat i madh u hap për ligjin e barazisë gjinore në Shqipëri. Pse gjithë ky debat, pse gjithë ky sulm për këtë ligj? Shiko, e di si ishte ky rasti i ligjit të ri për barazinë gjinore që u aprovua tani edhe hyri në fuqi. Ishte, sipas asaj shprehjes, një stuhi në gotë. Në fakt, ligji për barazinë gjinore që u miratua dhe hyri në veprim në 2025-ën, nuk solli asnjë risi, ose nuk do të them nuk solli asnjë risi, po kishte risi të vogla, minimale, krahasuar me ligjin ekzistues. Saktësoi disa koncepte, disa praktika, zgjeroi më shumë të drejtat edhe mbrojtjen e të drejtave të grave dhe vajzave në fushën, në sektorin në vendin e punës, përmirësoi ato parashikimet ligjore lidhur me barazinë ndaj burrit dhe grave, burrave dhe grave në fushën e kujdesit për familjen. Por nuk ishte asgjë kontroversiale, asgjë ekstremisht avantgard. Gjë për cilën unë personalisht nuk jam e kënaqur, unë do doja diçka më avantgard. Por pati një përpjekje të organizuar nga një grupim, që e shpall veten konservator, për të atakuar barazinë gjinore në Shqipëri, për ta çuar mbrapa dhe u përdorën qasje manipuluese të pabazuara në fakte për të keq informuar publikun. Dhe ky keq informim pastaj shkaktoi një stuhi të pjesshme në mediat sociale për të atakuar ligjin. Dhe për të gjithë ata njerëzit që kishin probleme me ligjin, unë e vetmja gjë që u thosha ishte lexojeni ligjin, se këto gjëra që ju thoni nuk janë në ligj. Shiko, kemi në gjithë botën, po fatkeqësisht ka mbritur edhe në Ballkan, një lëvizje kundër barazisë gjinore. Dhe kjo fushat, unë do thosha shpifjeje ndaj ligjit të ri për barazinë gjinore në Shqipëri, është pjesë e kësaj lëvizjeje për ta bjerrur barazinë gjinore në të gjithë botën, po edhe në vendet tona, një lëvizje e cila na çon mbrapa, edhe nuk çon mbrapa vetëm gratë dhe vajzat, çon mbrapa dhe gratë dhe mbrapa të gjithë shoqërinë, se barazia gjinore nuk është përfitim për vajzat dhe gratë. Barazia gjinore është krijimi i mundësive të barabarta për të dyja gjinit, për burrat dhe për gratë, dhe është mundësi për zhvillim shoqëror, politik edhe ekonomik për të gjithë vendin. Përmendet një gjë shumë interesante, një lloj lëvizje, një lloj ndryshimi. Edhe pikërisht për këtë doja t'ju pyesja se apo rritet konservatorizmi në vendin ton, në vendet tona apo edhe në Evropë në përgjithësi, edhe në gjithë botën do thoja, sepse këtu mund të marrë edhe një shembull për ligjin e riprodhimit edhe për fertilizim artificial, për shembull u bë një debat shumë i madh edhe në Kosovë, që po e diskutoja me njerëz që janë nga politika, që kur u bë udhëzimi administrativ shumë vite më përpara, nuk u bë as zhurmë, as një gjë dhe kaloi shumë lehtë. A kemi një lloj prapakthimi tani me sa i përket kësaj pjesës konservatorizmit nga njerëzit në vendet tona, po në gjithë botën? Shiko, është një histori e komplikuar. Ka pa diskutim ka një rritje të sulmeve kundër ligjeve që mbrojnë të drejtat e njeriut, veçanërisht të drejtat e grave, duke përfshirë dhe të drejtën riprodhuese. Kjo është një lëvizje e organizuar, edhe e mirë financuar, shumë shpesh fatkeqësisht nga organizata që vinë nga vendet zhvilluara, sidomos për shembull nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mediat sociale e kanë rritur mundësinë që mesazhi i tyre destruktiv
të përforcohet. Dhe nuk mund të them që në mënyrë të natyrshme ka një rritje, si me thënë, nga poshtë të qëndrimeve konservative të popullatës. Po ka një fushat dezinformuese, të frymzuar nga forca konservatore që duan të vazhdojnë të shohin gratë dhe vajzat si qytetare të dorës së dytë, e cila përforcohet përmes medjave sociale dhe bën presion mbi opinionin publik. Në këtë kuptim, kjo pastaj në vitet e fundit, të themin dekadën e fundit, është shprehur edhe në formën e ligjeve dhe iniciativave ligjore, jo vetëm kundër të drejtave të grave dhe vajzave, po edhe kundër shoqërisë civile, kundër të drejtës së shprehjes, dhe është pjesë edhe e bjerjes së institucioneve dhe praktikave demokratike, fatkeqësisht në shumicën e botës. Për shembull, edhe qeveria ruse ka kaluar për shembull ligje që kufizojnë të drejtat e personave LGBTI, që kufizojnë të drejtën për organizim, të drejtën themelore të njeriut për organizim, lirinë e shprehjes, dhe pastaj ka bërë presion për të kaluar ligje të tilla edhe në vende që kanë qenë tradicionalisht nën influencën në ruse, si për shembull në vende si Kirgistani, më pak Kazakistani, e vende të tjera. Do me thënë, ka një rritje të lëvizjeve konservatore që duan ta kthejnë mbrapa orën në fushën, në përparimin që është bërë për të siguruar të drejtat barabarta për gjithë njerëzit. Një nga stereotipet kryesore që bëhet në përgjithësi për organizatat jo qeveritare, për organizatat e shoqërisë civile, janë edhe donatorët. Sa ndikojnë donatorët ose varësia financiare për shembull nga donatorët në agjendën e organizatave? Shiko, pa diskutim që ka një ndikim të donatorëve në përcaktimin e mundësive që keti si organizat jo fitimprurse për të realizuar ato që do të realizosh. Por organizatat e vërteta dhe të mira, të cilat vërtet kanë sjellë ndryshime në kuadrin ligjor, në praktik, në kulturën e vendeve të tyre edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, nuk frymëzohen nga donatorët. Ato frymëzohen nga përkushtimi ndaj kauzës për të cilën punojnë. Donatorët janë bashkëpunëtorë të rëndësishëm, të cilët bëjnë të mundur realizimin e atyre pjesëve të aktivitetit të organizatës, cilat nuk mund të realizohen pa pasur mjete financiare. Por edhe donatorët dhe organizatat bashkohen me donatorët kur interesat e tyre përputhen. Do me thënë, një organizat që lufton për barazinë gjinore bashkëpunon me donator të cilët përkrahin përparimin e barazisë gjinore. Do me thënë, është një përputhje interesash dhe një bashkëpunim për një kauzë në të cilën besohet dhe për cilën luftohet nga të dyja palët. Zonja Adelina, unë do doja tani të kaloja pak të një pjesë që është më personale juaja, më private juaja. Edhe dim që në jetën tuaj ju keni bashkërrektuar me njerëz që kanë qenë figura të rëndësishme dhe kanë pasur edhe autoritet. A ka qenë kjo më shumë një pengesë apo një përparësi në karrierën tuaj? Shiko, karriera ime nga A-ja te Z-ja nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë lidhje me asnjërin prej burrave me të cilët më ka lidhur familja ose dashuria. S'kan lidhje me babain tim, s'kan vlla. Nuk kanë lidhje me kushurin të mi, burra, nuk kanë lidhje me komshinët e mi ose shokët e mi burra, dhe nuk kanë lidhje, s'kan pasur asnjëherë dhe nuk kanë as aktualisht asnjë lidhje edhe me njerëzit me cilët më ka bashkuar dashuria. Unë jam njohur edhe përpara 36 vjetësh me një piktor, përpara 18 vjetëve me një jurist, nuk jam njohur asnjëherë dhe s'jam dashur asnjëherë me njerëz në pozicione publike. Pastaj ata njerëzit kanë vazhduar jetën e tyre, edhe vazhdojnë jetën e tyre, karriera e tyre është karriera e tyre, e imja s'ka lidhje me ta. Fatkeqësisht, në momentet saktuara, në fakt,
lidhja ime me këta njerëz ka ndikuar negativisht jo tek unë, për fat të mirë jo tek karriera ime, por tek një imazh i gabuar publik për mua. Po nuk kam çfarë t'ju bëj. Domethënë unë kam gjithmonë një teori, kush kupton, bravo i qoftë. Kush nuk kupton, s'është puna ime. Po paragjykimet do ketë gjithmonë, kështu që jeni një person që nuk bie prej paragjykimeve. S'kam rënë që 16 vjet. Kështu që kjo është e rëndësishme mbi gjitha, domethënë kur i di vlerat tua dhe kur je koshente për vlerat që përfaqëson. Po gjithsesi, me që ju jeni domethënë person që flisni hapur, që flisni pa filtra dhe prandaj edhe i përshtaten një formati të tillë si ky që kam krijuar unë pa komplekse. Unë doja t'ju pyesja se a mund të ekzistojë një raport i shëndosh me një ish partner? Po, edhe s'ka pse jo. Megjithatë këto janë zgjidhje personale, se historitë janë shumë personale. Për shembull, një grua e cila ose një burr i cili është ndarë nga ish partneri se partneri ka qenë njeri i dhunshëm, kam frikë që nuk bën dot miqësi nga mbrapa. Por përgjithsisht të gjithë njerëzit që kemi takuar në jetë, të dashurit, miqt, shokët, kolegët, janë pjesë e pasurisë sonë emocionale, të kujtesës sonë, kështu që unë jam me teorinë e të jetuarit në paqe me të gjithë njerëzit që me të cilit kemi bashkëudhëtuar. Në jetë ne jemi zakonisht më të prirur që të paragjykojmë se sa të vlerësojmë. Po a vlen edhe për juve kjo thënia se njerëzit falin gjithçka përveç suksesit? Nuk jam shumë dakord. Shiko, unë ndoshta kam pasur fat, po unë për shembull kam punuar me njerëz që më kanë vlerësuar, më kanë promovuar, kam plot njerëz që më duan, më vlerësojnë, më respektojnë. Nuk di, nuk jam. Unë besoj te e mira, unë besoj që tek çdo njeri jeton e mira dhe e keqja, ëngjëlli dhe djalli. Po e kemi në dorën tonë edhe e kemi ne në dorën tonë, po e kanë në dorë edhe sidomos elitat kulturore, elitat politike, që të nxjerrin nga njeriu të mirën ose të keqen. Edhe unë besoj te e mira. Ka plot njerëz që i duan të tjerët, i respektojnë, i vlerësojnë, siç ka edhe njerëz që unë ngrihen mëngjes dhe thonë këdo urrej sot. Po gjithsesi një nga elementet kyçe që na mblodhi tek ky episod podcast është edhe aktivizmi juaj i madh, sidomos edhe për të drejtat e komunitetit LGBTI. Shpesh shohim që debati për komunitetin LGBTI bëhet me tone emocionale dhe jo racionale. Pse ndodh kjo, zonja Delina? Ndodh nga mosdia, nga mungesa e informimit, nga ignoranca, apo nga bindjet e rrënjosura? Nga të gjitha. Ka shumë mungesë informacioni, ka shumë keq informim lidhur me personat LGBTI, por ka edhe forca të cilat e promovojnë urrejtjen ndaj këtyre personave. Është një nga absurditetet më të ndaja për mua të shoqërisë njerëzore, diskriminimi ndaj personave LGBTI, sepse ata janë persona e para njëherë që janë midis nesh. Vaj, motra, kushuri, s'ka njeri e di apo se di, nuk ka njeri që nuk ka në rrethin e vet një person LGBTI. Këta janë persona si gjithë të tjerët, mund të jenë inteligjent, jo inteligjent, të mirë, jo të mirë, punëtor, jo punëtor, dhe duhen vlerësuar si çdo njeri tjetër nga ajo që janë, nga kontributi që sjellin në shoqëri, në familje, në profesionin e tyre. Jo nga fakti se kë dashurojnë ata. Njerëzit, jo vetëm personat LGBTI, të gjithë njerëzit, ka njerëz që dashurojnë, ka njerëz që s'dashurojnë, ka njerëz që dashurojnë të gjatin, të hollin, të shkurtrin, të mirin, të keqin. Zgjedhja është e tyre dhe ne nuk kemi të drejtën të futemi në krevat ose në zemër askujt. Dhe personat LGBTI janë qytetarë të çdo vendi dhe qytetarë të botës si çdo njeri tjetër dhe kanë të drejtën absolute të gëzojnë çdo të drejtë që gëzon çdo njeri tjetër. Dhe atyre që
shprehin mos pëlqim ose urrejtjen ndaj personave LGBTI, gjithmonë më vjen t'u them që hape zemrën, sepse nuk po bën diçka ekstra për këta persona. Thjesht po respekton të drejtën e një njeriu që të dashurohet me personin që i do zemra e vet. Kaq e thjesht është biseda. Kjo nuk ka të bëj fare me rolin që ky njeri ka në familje, në komunitet ose në shoqëri. Ka njerëz të jashtëzakonshëm që kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme për shoqërinë njerëzore, të cilët kanë qenë homoseksual. Duke nisur nga lashësia, poete të njohura si Safo, duke ardhur në mesjet, një njeri i jashtëzakonshëm, një artist, po edhe një shpikës i jashtëzakonshëm si Leonardo da Vinci, duke ardhur sot tek njerëz që bëjnë shpikje, që janë artistë të mëdhenj, që janë sportistë të mëdhenj, në jetën e tyre private, dashurohen me persona të njëjtit seks. Si prish punë kjo dikujt, të s'kam për ta kuptuar asnjëherë. A mendoni se politika e përdor temën e LGBTI-s për të polarizuar? Pa diskutim. Politikanët e këqinj, jo ata të mirët, përdorin çdo mënyrë për t'i ndar njerëzit dhe përdorin tjetrin për të shkaktuar urrejtje dhe për të përcaktuar armikun. Për disa politikanë armiku janë personat LGBTI, për disa politikanë të tjerë është ai njeriu i fesë tjetër, ose është ai njeriu i racës tjetër. Ne kemi provuar mbi kuriz, shqiptarët e Shqipërisë në fillimin e viteve 90 në masë emigruan në Europën perëndimore dhe në masë u diskriminuan, thjesht pse ishin njerëz të një etnie tjetër, se as edhe të një race tjetër. Kështu që pa diskutim fatkeqësisht edhe në ditë të sotit ka politikanë në të gjithë botën që përpiqen të ngjallin urrejtje ndaj grupeve që janë në pakicë. A keni pasur ndonjëherë sulme online ose të drejtë për drejta për shkak të mbrojtjes së të drejtave të komunitetit LGBT? Edhe nëse po, si keni menaxhuar këtë situata? Kam pasur, jo vetëm për atë aktivizmin tim në mbrojtje të drejtave të personave LGBTI, po edhe për gjëra të tjera, janë histori shumë të shëmtuara. Një herë të vetme kam fatkeqësisht, vetëm një herë të vetme, them fatkeqësisht se duhet kisha shkuar më shpesh. Kam shkuar në polici dhe kam denoncuar rastin. Pastaj ata u lidhen sepse ishte krijuar një faqe në Facebook ku denigrohesha unë, dhe ata u lidhen me Facebookun dhe Facebooku e hoqi. Arritën deri aty, domethënë. Po. Bënin dhe postime. Po. Për Me ju. një faqe me emrin tim, Wow. me figura, me qëndrime dhe figura denigruese ndaj meje. Wow. Edhe u zgjidh si situatë? Po e hoqën. E hoqën. Po një gjë që doja t'ju pyesja zonja Delina është edhe në lidhje me familjet. A janë familjet realisht të vetmuara kur përballen me realitete për cilat nuk janë të gatshme për pranim? Familjet e personave LGBTI, do thuash? Edhe jo vetëm LGBTI, po edhe në raport me ndonjë smundje të një fëmije ose etj, me shumë raste, domethënë. E di, pyetje komplekse, kjo dhe duhet kontekstualizuar, sepse ka raste ku njerëzit tregojnë shumë solidaritet, ka raste tash po flasim për Shqipërinë dhe për Kosovën, apo jo? Po, normalisht. Ka raste kur institucionet publike ndihmojnë, por dhe ka raste kur këto familje ndihen të vetmuara. Nuk ka një përgjigje, duhet kontekstualizuar. Por një gjë është pa diskutim e rëndësishme që të paktën në Shqipëri institucionet publike duhet të bëjnë më shumë për të investuar realisht në struktura mbrojtëse për familje dhe për njerëz në nevojë, njerëz me aftësi të kufizuara, të moshuarit që janë në gjendje të varfër, ose të moshuarit në përgjithësi, personat LGBTI, gratë që janë ose kryefamiljar që pa mundësira ekonomike. Domethënë kemi nevojë për ta rritur në mënyrë të rëndësishme
ndihmën për grupet në nevojë në shoqëri. Po çfarë do t'i thonit ju një prindi që ka frikë nga narrativa që qarkullojnë për agenda, sidomos në raport me familjen, sepse përmendet vazhdimisht rreziku për familjen. Unë një prindit të tillë do t'i tregoja raste konkrete ku familje shumë të shëndosha në të cilat një nga fëmijët është, po themi, person LGBTI, kanë një jetë shumë të lumtur. Ku fëmia është rritur mirë, ka shkuar në shkollë, ka një punë shumë të mirë, ka një raport shumë të mirë me një partner ose partner të vetin. Dhe do t'ju thosha edhe një tjetër, jeta është shumë e shkurtër për ta kaluar duke u shqetësuar se ç'a mendon lagja. Jeta duhet bërë me dashuri, fillon dhe mbaron dikur, e përsa kohë jemi gjallë mbi këtë tokë, është mirë që gjërat t'i shohim me dashuri, të mos paragjykojmë edhe të mos gjykojmë negativisht të tjerët. Më pëlqen ajo shpreha, jeto edhe lëri edhe të tjerët jetojnë. E drejta jon përfundon aty ku shkelet e drejta e tjetrit. Po pse shumë njerëz nuk duan t'ia dinë për këtë? Pyetje e rëndë filozofike është kjo. Por shiko, kemi një marrëveshje shoqërore që është ligji. Ligji ndan rrugën e të drejtës. Do me thënë, nëse ti më vret mua, të dënon ligji. Dhe duhet të vazhdojmë të forcojmë sistemet që zbatojnë ligjin, duhet të vazhdojmë të forcojmë besimin te ligji, dhe një vend, një shtet me një kulturë të përforcuar të respektimit të ligjit dhe të imponimit të sundimit të ligjit, natyrisht sjell edhe ndryshime kulturore të cilat e hapin shoqërinë. Po marr një rast, do me thënë vendet të themin në Mbretërinë e Bashkuar, ku është një vend që ka një nivel të lartë të sundimit të ligjit. Natyrisht edhe shkalla e barazisë gjinore, shkalla e respektimit të drejtave të gjitha grupeve, duke përfshirë personat LGBTI, njerëzit me aftësi të kufizuara, të moshuarit, të emigrantët, është më e lartë. Pra, rruga për tek ndryshimet kulturore fillon me forcimin e sundimit të ligjit, të përforcuar natyrisht me arsimin. Arsimi është shumë i rëndësishëm, edhe fatkeqësisht jo gjithmonë merr vëmendjen dhe financimin e duhur për të rritur fëmijë edhe të rinj me një kulturë të fortë edhe me një praktikë të fortë të respektimit të drejtave. Zonja Delina, deri ku mund t'i nënshtrohemi normave shoqërore, përdathyre familjare, duke mos e cënuar veten, por edhe lirinë tonë? Shiko, nëse ke besim që ajo që bën ti është e drejtë dhe nuk dëmton realisht dikë tjetër, do me thënë, ti nuk po vjedh dikë tjetër, ti nuk po vret dikë tjetër, se të pakta janë mëkatet që mund bëhen. Të tjerat janë veprime të mira ose të këqija, po në kuptimin aty ku ndahet ligji, atëre duhet kesh besim të vetja edhe tek njerëz që të përkrajnë, se kush të do me të vërtet të përkra. Shiko, unë e them gjithmonë, unë jam rritur në një familje natyrisht me dy njerëz të arsimuar, mendje hapur, po jo gjithmonë, sidomos mami, jo gjithmonë kanë kuptuar gjërat që kanë brun. Ama gjithmonë qëndrimi ka qenë, a ndihesh mirë ti? Po, ecim përpara. Do me thënë, një njeri që ti e do, duhet ta respektosh për zgjedhjet që bën. Jo ta kthesh atë njeriu në një objekt të plotësimit të dëshirave të tua. Kështu që unë jam për ta mbajtur kokën lart kur je i bindur, e bindur, që je në të drejtën tënde për të bërë atë gjë që bën, ose për të zgjedhur atë mënyrë jetese që ke zgjedhur të jetosh. Pa diskutim, kjo plotësohet me përgjegjësitë personale, me përgjegjësitë që ke ti si qytetar. Do me thënë, është mirë që të mendosh për veten, po të mendosh edhe për të ndihmuar të tjerët. Është shumë e rëndësishme gjithmonë të mendosh çfarë mund të bësh ti
edhe për të tjerët, jo vetëm për veten tënde. Se ne jemi qenie shoqërore dhe po nuk menduam edhe për të tjerët, atëre kontributi ynë në shoqëri, në mirëqenien e shoqërisë, e cila në analizë fundit na kthehet dhe ne, është minimal. Pa është guxim të flasësh publikisht për tema që janë tabu, duke pasur parasysh stigmën edhe paragjykimet? Jo, more, guxim është sot. Sot duhet folur. Njerëzit kanë folur për gjëra të ndaluara në kohërat kur shkonin në burg. Atëre ishte trimri. Tani në rastin më të keq, çfarë do bëhet? Do të mërziten ca njerëz. Po punë e madhe. Është një kosto shumë e vogël për t'ju qëndruar besnik bindjeve të tua, po edhe për krahur njerëz të cilët vuajnë diskriminim në errësirë. Se është shumë e rëndësishme, kjo është vlera e të folurit, për të drejtat e njeriut. Se ka plot njerëz që vuajnë në vetmi, dhe që kanë nevojë të marrin, ata kanë nevojë të marrin guxim, edhe duke kuptuar që ka njerëz që i përkrajnë. Kështu që guximtar kanë qenë ata që luftonin në Kosovë kur të vinte polici serb te dera dhe të arrestonte dhe të raste në burg. Ajo ka qenë trimëri. Të flasësh sot edhe të thuash atë që mendon, s'është trimëri. Është dinjitet. Është i qëndrosh besnik bindjeve të tua edhe të kesh dinjitet si njeri, të jesh i vërtet, të bësh jetën që mbi bazën e parimeve të tua dhe të ndihmosh të tjerët që kanë nevojë për ndihmën tënde. Përmes kësaj bisede ne mundëm të kuptojmë që Delina është pa komplekse, si vetë ky format. Mirë, po si është t'jesh pa komplekse, Delina? Gëzim i madh. Jeton një jetë të vërtet. Fle rehat, je rehat me veten tënde, je dhe rehat me njerëzit e tjerë, sepse përpiqesh në maksimum, jo gjithmonë, nuk ja del dot gjithmonë, po përpiqesh në maksimum të jetosh jetën që ti ke projektuar për veten tënde dhe je edhe mirë me njerëzit e tjerë, sepse shfaqesh ashtu siç je. Nuk je një gënjeshtër. Është shumë e vështirë ta jetosh jetën me gënjeshtër. Është shumë e vështirë ta jetosh jetën me gënjeshtër. Është kënaqësi e madhe, edhe ka një çmim, po është kënaqësi e madhe ta jetosh jetën në liri edhe në të vërtetën tënde. Po cili është çmimi kur jeton pa komplekse? Po ja pra që të mërzditet halla, tezja, gjyshja. Që të shajnë ca njerëz në media sociale, po. Çmimi vogël shumë, ta thash. Guxim kanë pas qenë ata që bënin trimërira të vërteta, këto si janë guxime. Delina, ishte vërtet kënaqësi që të kisha pjesë të këtij episodi të podcastit tim pa komplekse. Edhe ishte me të vërtet një bisedë shumë e bukur ku trajtuam tema shumë të rëndësishme, që e thatë shumë mirë që nuk duhet guxim tani të themi, edhe pse për disa njerëz mund që duhet guxim, edhe të flasin publikisht për shumë gjëra, për shkak të rrethanave në të cilat edhe kontekste në të cilat ata janë rritur, edhe kanë bashkë ekzistuar me njerëz të tjerë, po gjithsesi faleminderit shumë, kënaqësi që kisha mysafirë dhe shpresoj që të kemi edhe raste të tjera që të bisedojmë për tema të tjera. Po faleminderit shumë. Faleminderit gjithë juve që na ndoqët dhe mirupafshim në episodin e radhës të podcastit tim pa komplekse me mua Elionin.